Rama, për cila do të pyes pas pak. Sektori më I lodhur I Ramës. Anesti Baramema kam në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë. Nuk e di, Anesti je në bulevard Mesazh Show, ka patur një lumë reagimesh për gjatë kësaj jave, apo jo, dhe zoti Berisha pritet të dalë pas pak në komunikimin e tij në rrjetet sociale. Na kujto qëndrimin e zotit Berisha në këtë rast, kam përshtypjen që shumë nga pyetjet do t'i ketë edhe pas pak, apo jo? Po, zoti Berisha ka folur për çështjen e koncertit të Kanye West, për ato 4.25 milion euro që janë dhënë, dhe sipas zotit Berisha është një blerë influence edhe kjo, ngjashëm siç ka ndodhur me Giro d'Italia që u mbajt vitin e shkuar, pak ditë para zgjedhjeve, ku u dhanë 7 milion euro nga Shqipëria për këtë eveniment ndërkombëtar, që sipas zotit Berisha në atë kohë, por edhe sërish sot të qëndron atij mendimi që ato para janë paguar për të blerë vota, ka thënë zoti Berisha. Kjo shifër për 7 milion eurosh është përmendur edhe në gjitha rezolutat që Partia Demokratike ka arritur që të bind partitë si motrat të saj ndërkombëtarisht, që të jetë edhe kjo pjesë e dhënies së fondeve për aktivitete të ndryshme private nga qeveria, si pjesë e blerjes së votave. Edhe këtë herë zoti Berisha thotë që ato 4.25 milion euro nuk duhet ishin dhënë, po ashtu mendojnë edhe deputetët e Partisë Demokratike, të cilët kanë bërë dhe deklarata të ndryshme gjatë kësaj jave, dhe pritet shohim nëse do të ketë diskutime të forta në parlament, pasi tashmë akti normativ për dhënien e 4.25 milion euro për koncertin e këngëtarit amerikan tashmë është depozituar në kuvend dhe pritet diskutohet ndoshta që këtë javë, pasi sipas rregullores ai duhet diskutohet brenda 5 ditëve nga miratimi që ka në qeveri, pasi 45 ditë afatësh për gjithë akt normativ që të marrë fuqinë fundore ligjore, edhe nëse nuk diskutohet brenda 45 ditëve, atëherë humbet fuqia e aktit normativ. Dakord. Ne do të shihemi pas dita, Anesi, me protestën që përsëri do të jetë në bulevard. Zot Çollaku, rikthehemi bisedës bashk. E përmenda 4 milion euro në minutë fundit Rama